Pavarësisht numrit të madh të qendrave tregtare dhe mundësive të tjera për blerje, Bitpazari në Shkup mbetet një referencë e rëndësishme dhe piktakimi jo vetëm për vendasit, por edhe qytetarët e rajonit. Gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, Bitpazari merr një dimension tjetër duke u mbushur me vizitorë që vinë për të blerë ushqime dhe produkte tradicionale që lidhen me këtë periudhë. Me një gamë të gjerë produkte si ushqimet e freskëta, erëzat tradicionale dhe ushqimet që kanë të bëjnë me këtë muaj, ky pazar nuk është vetëm një qendër tregtare, por është një vend ku bashkohen traditat dhe kulturat. Ndonë se jemi në muajin e agjërimit, si shitësit ashtu edhe blerësit ka një energji dhe gjallëri të veçantë. Bitpazari ekziston gati se 500 vjetë sa e dim historia e Bitpazarit dhe sinqerisht kur vjen muaji i Ramazanit to ka një gjallëri kështu jashtëzakonisht të madhe, edhe ne si tregtarë e ndjejmë shumë mirë këtë. Është një muaj që me zore presim, jemi shumë gëzumëm kur vjen, por shitjen e kemi qikës më shumë, jemi më të obliguar për sa i përket muajit Ramazanit, i përkushtojmë një vëmendje të madhe muajit bekuar të Ramazanit. Punojmë, hakasim. Përkundra si Ramazani është edhe më i bereqetshëm. Allah jep bereqet shton mirë, megjithatë njerëzit popullata është e varfër. Edhe tentojnë me blej, disa kanë gjasa për me blej, kanë tolla, ama shumica e njerëzve nuk i kanë kushtet. Ndër veçoritë e tjera të Bitpazarit është se ajo quhet edhe për multikulturalizëm. Specialitetet e turke, elhamdulillah këtë Ramazan mirë është, kena ka pak shitje mishteri. За време на Рамазан се осеќа дека има повеќе пазар, има повеќе луѓе, раздвиженост. Самата атмосфера е друга, предпразнична. Shiko, në Bitpazar çdo produkt për Ramazan duket më i rëndësishëm se tjetri. A dole për ca perime, përfundon kështu si unë. Jo më kot ton, çdo frut është më i shijshëm kur je i uritur.